Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju ftojmë këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 8 gjatë vitit liturgjik. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Kur drejtat i kthej ditës, me zë gazmore të këndshëm, të këndojmë lavdinë e Zotit, të rrëfejmë hirin e Krishtit. Me anë të ti, krijuesi i të gjithave, përftoj ditën e natën, vendos me ligj të përjetshëm të ndjek për her pas njëra tjetrën. Ti për besnik drita e vërtet, që se njeh ligji i vjetër, as nga nata nuk shuhet, shkëlqen me drita mshuar. Bëjo ati pa krijuar, pa prerë ta qojmë tër ditën, për her duke i pëlqyer Krishtit, të mbushur me Shpirtin Shenjtë. Amen. Antifona e parë. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e Tij në mëngjes. Psalmi 92, lavdi Zotit krijues. Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin, ti këndohet emri tënd o Zot i të jetë lartë. Të shpallim dashurinë në mëngjes e gjatë natës besnikrinë tënde, me harp 10 kordash me lirë, me këngë përcjell me cetër. Se ti o Zot me gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua o Zot, sa të thella mendimet e tua. Njeriu i pamend nuk i di dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në mbifshin mëkatarët por si bari, e në lulsofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për bjerje të pasosur, vetëm ti je i të jetë lartë për amshim o Zot. Sepse që o Zot armiqtë e tu, sepse që o Zot armiqtë e tu do të birren, do të shpërndahen të gjithë keqbërësit. Ti marrite fuqin por si të buallit, më shugurove me më të pastrin vaj. Prej së larti i shikon syri im ata që më urrejnë, veshët e mi pa tronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lulzojnë në banesat e hyjit ton. Japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthëndes dhe plot shëndet, për të shpallur se Zoti është i drejtë, qeta ime në të cilin nuk ka të meta. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e Tij në mëngjes. Antifona e dytë. Na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjtë. Kënga marrë nga libri i Ezekielit profet kapitulli 36. Hyi do ta përtrijë popullin e vet. Do t'ju heq prej paganëve, do t'ju bashkojë nga të gjitha vendet. Dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë tuaja. Do t'ju pastrojmë nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re. Një shpirt të ri do ta fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë. E do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia. E t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjygjet e mia. Do të banoni në tokën që adhurova etërve tuaj. Ju do të jeni populli im e unë do të jem hyi juaj. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjtë. Antifona e tretë. Prej gojës së ferishtave të foshnjave ngritet lavdi yt o Zot. Psalmi 8. Madhëria e Zotit dhe dinjiteti i njeriut. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun, me madhërie të i kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishteve të foshnjave, lavdin e bëre gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiqe kryengritës. Kur e sodis qiellin veprën e gishtave të tu, hënën e yje që ti i vendose,
Çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit, që të përkujdesësh për të? E pra e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vure nën këmbët e tij. Delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës, shpendët e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt, o Zot. Leximi i shkurtër marrë nga letra e dytë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 3. Ne sipas premtimit të tij presim qiellin e ri dhe tokën e re, ku banon drejtësia. Këndej o të dashur, ju ndërsa prisni këto, mundohuni të jeni para tij të panjoll, të patëmet në paqe. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Gjuha ime e shpall drejtësinë tënde. Duke kënduar lavdin tënde. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Udhëheqi hapa tanë, o Zot, në udhën e paqes. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyi i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Udhëhiqi hapa tanë, o Zot, në udhën e paqes. Lutjet e besimtarve. Ta adhurojmë Atin i cili me anë të Birit të vet i dha botës shpresë dhe jetë, dhe përvojtërisht i drejtohemi. O Zot, na ndihmo. O hy At i të gjitha krijesave që na jep mundësi ta fillojmë këtë ditë të re. Bëj që me Krishtin ta jetojmë në falënderim dhe për lavdinë tënde. O Zot, na ndihmo. Fen, shpresën dhe dashurinë tënde në zemrat tona i ke vendosur. Ruaji për herë në ne. O Zot, na ndihmo. O Zot, sytan për herë të jenë drejtuar drejt Teje, që të gatshëm t'i përgjigjemi thirrjes sate. O Zot, na ndihmo. Largona nga pusia dhe sulmet e armiqve, dhe hapat na i ruaj që të mos shkojnë rrugës së keqe. O Zot, na ndihmo. Aty në që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Të lavdërofshin o Zot zëra dhe shpirtrat tanë, e pasi qenja jonë është dhuratë dashurisë sate, krejt jeta jonë le të shndrohet në një lavd të përhershëm, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.